Në natën e Ramazanit Selvia përlot me dedikimin për shpatin, lutuni për të. Ditën e nesërme nis muaji i shenjtë i Ramazanit dhe dhimbja për mungesën e njerëzve të dashur bëhet edhe më e fortë. Selvia Yao, bashkëshortja e këngëtarit të ndjer Shpat Kasapi, ka bërë një dedikim rrëqethës për të. Përmes 2 fotografive bardhë e zi, ku shfaqet e përqafuar me shpatin, Selvia ka shprehur boshllëkun e madh që ndjen në prag të këtij muaji. Ramazani po vjen një vend në tavolinën tonë do të jetë bosh, ashtu siç është jeta jon pa shpatin, ka shkruar ajo mbi imazh, duke konfirmuar se dhimbja e humbjes mbetet e freskët. Përveç shprehjes së mallit, Selvia ka bërë edhe një kërkesë të veçantë për të gjithë besimtarët që do të agjërojnë. Në lutjet tuaja këtë muaj, ju lutem mos e harroni edhe shpatin. Një lutje për shpirtin e tij. Allahu e mëshiroft, ka qenë mesazhi i saj prekës. Në përmbyllje të postimit, ajo ka gjetur forcën për të uruar ndjekësit, e juve inshallah Allahu ua lehtësoft dhe ua pranoft këtë muaj të bekuar. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.